Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana. Sot nisim një vlog të ri. Dita është... Çfarë ditë kemi sot? Ejnëte. Edhe jam zbukuruar, siç mundeni të shikoni. Jam veshur, jam lyer. Edhe do dalim sepse thashme që kam edhe motrën këtu. Edhe në përgjithësi nuk gjej shumë shoqëri që të nxjerr foto ose do një reel ose diçka. Thash duhet ta bëj tani që është motra, sepse nuk do ta bëj kur. Të merrem edhe pak me Instagramin ton, me TikTokun, me çdo gjë. TikToku mbyll. Po, TikToku mbyll. Po në Shqipëri. Po në Greqi? Ja. Aha. Njerë kafe. Se pa kafe se nisim ditën e. Si ka madhja Angela, se nisim kafen pa Se nisim kafen pa ditën, po. Fiksa ashtu është. E pa të funksionon ajo që thash. Pa kafe, jo. Berëm photoshooting. Berëm Qa tjetër? TikTok. Berëm reel. I bërëm të gjitha, kemi do shëndet. Fjale vërtet. I bërëm të gjitha, ne të më do një orë të mirë atje. Pëllëci të vape. E shikoni, si jam veshur me këta, pa mangë. Po bëm vap të tipit vap. Plasur. Po djersitem, duhet shkoj në plazh të zhytem. Dhe ajo që unë desha të them, është erdhi një goce na foli. Apo. Edhe ishte ndjekse që jeton këtu afër. Edhe atje ku po bënim foto kishte edhe Pepko, edhe na kishte sjell një qese me dhuratka. E na tha që më vinte shumë turp të vit ju flas, po hyra brenda mora diçka i desha t'ja u jap. Edhe shumë faleminderit. Vërtet shumë faleminderit. Realisht sepse Price, po hyn diku. po hyn ca gjende po. Më prekni shumë kur i bëni këto gjërat, nuk e keni idenë sa shumë. Edhe sa ma zbukuroni ditën, xhaxhi mos shiko tani. Po flas me mikrofon, okay. Do njëherë themi flasim me kamerën, po në realitet flasim me ju. Edhe veç kur na flisni në rrugë dhe ju shohim nga afër e kuptojmë në të vërtetë që dikush na shikon në këtë jetë. Po. Edhe je djersitur. Jam po vdes. Po vdes. Sot që po bënim TikTok në mes të qendrës rektare që vajtëm, nuk e di si ta them. Ndjesha si fëmijë 15 vjeç, si ato gocat që janë në shkollë akoma dhe rinë bëjnë TikTok në rrugë, ashtu ndjesha. E thash turp. Po pastaj thash unë nga kjo gjë jetoj, mbaj veten. Kështu që s'ka gjë, mos ki turp. Motra, ti si ndjeve? Unë ndjeva si zonja Naile. Super. Morëm edhe të hajm. Motra mori kulurit se është tip dietik, kurse unë që mora, ja na trego? Spanakopitaqa. Janë kështu me spinaq. Ta provoj një. Byreçka me spinaq. Po, provoje një. Po, provoj. Do të provoj pak të provoj. provoj. Okay. Provoje, haje të gjithën motra për ty. Love you. 2000 years later. Situata jon është kjo këtu. Është mbasdite. Haha, që thoni? Nuk ju kam filmuar, sepse sot vajtëm me motrën në një punë që kishim, të cilin thash të mos e tregoj këtu te vlogu. Edhe na ka ngrënë shumë kohë brenda ditës. Edhe kur u kthem në shtëpi, pastaj, se dolëm në mëngjes për photoshooting që ju thash, bërëm foto këtej andej, motra xha ishte lodhur. Pastaj vajtëm edhe te ajo puna që ju them, edhe motra pastaj erdhi në shtëpi dhe më tha, unë jam e vdekur tani, mua më ka rënë edhe dielli këtu në kokë, edhe duhet të fle. Motra ime po nuk fje një orë e ca në drejt, pastaj bet transformohet. Shumë mirë bej, më lumtë. Po, edhe prandaj kjo është arsyeja që s'kemi folur sot, por tani që u zgjuam, duhet të vishemi, të dalim prap, sepse të shkojmë të marrim në një palë syze që ka porositur mami, syze presbiopie, sepse mami më shumë plakur edhe nuk shikon nga afër. Ja, me more për stil. I more për stil ti? Jo, që i mori të bukura, do jo tregoj pastaj kur të shkojmë t'i marrim, edhe të marrim edhe do një kafe, të zjohemi, të na hapet pak syri. Keni do një të re tjetër juve? Unë jo. Unë desha t'ju them që në përgjithësi mendoj që motra ime është më e bukura në botë, është më e mençura në botë, është më biça në botë, është më yllbote në botë. Edhe mos marr mësysh. Edhe kaq njerëz që thonë shumë bukur e ka kaluam, po bëjmë gjëra shumë excited që nuk mund t'ju themi. Përgjithsesi, një ditë e mirë një veshje dhe ju mbase, po do zoti.
Që thoni, motra ime pas nesër do ik, edhe ndiem shumë keq për këtë gjë. Nuk e di si ka kaluar një javë, akoma nuk e kam kuptuar, edhe po mendoj të pres një bilet shkoj edhe unë bashkë me motrën në Itali, mbaroj filmi. Ndërkohë që dje, ziheshim gjithë natën, tani po bëjmë sikur jemi të dashura, motra të dashura. Po, dje në darkë kishim luftë në këtë shtëpi. Të dyja para se të flem gjëm në kap diçka, si kovatia, po, thot mama. Unë që po bëj vlog kështu, pse? Shifë. Ne herë edhe unë në tren për më vetën time, shifi flokët e mia si janë kështu. Do vishemi tani të bëhemi gati. Tani ikim, të shkoj për kafe. Kjo është çokolata e tretë që kam mbaruar. E drejtë është. Jam dietë. Mos isha në dietë do ishte 6. E dini ç'a kuptua me motrën. Të shtunën do kemi 25 gradë tu na thin. 25 do jetë për banjë. Është dita që ikën motra. Edhe të shtunën e të dielën janë ditët e fundit që do kemi kohë të mirë, sepse pastaj të hënën do bie prap temperatura. Edhe para se të vi motra, ishte prap e rënd temperatura, kështu që temperaturë të mirë kishim veç këtë javën që ishte motra këtu. Oh yeah! Që e di që do me thënë kjo, ishte shenjë. Ishte shenjë nga Zoti që bëra mirë që erdha. Po. Që lekët e mia investova në mënyrë të duhur. Investove në familjen tënde, Në lumturi. në dashuri, në lumturi, Në ngrohtësi, në mamësi, babësi, aventura të reja me Po. familjen e kë. Po, Në momente janë lekët e vetmet të cilat nuk i qaj. asun. Biletat që marrë që të vinë në Greqi. Edhe unë, biletat që marrë në përgjithësi që të shkojnë në gjithë. Udhëtimet janë investimi më i mirë në jetë. Po, sidomos kur janë udhëtime që shkon te mami e te babi. Unë që jetoj me mamin e babin, Udhëtime që bëjnë që të vishte motra. Zonja Naile. Tani të ngjit kjo, dallavaku. Tani motra këtu po ndrohet nuk mund të shikoni. Tina Cano, τον εαυτό μου χάνω. Είναι νωρίς δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω. Τον εαυτό μου βρίσκω. Πού? Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Tregoj e gjën më të bukur që më ke sjell nga Italia tani. Çantën. E treguam te challenge-i. Tregoj e prapë se është e bukur. Shifeni edhe njerë. Tani këtë çantën do ta shikoni në çdo outfit që kam në Instagram, do jetë me këtë çantë sepse nuk do e heq më. Nuk është e vërtet. Unë ja solla motrës të gëzohet një javë qam. Këtu tani do e marr me me. Po, motra më tha që do më kopjoj edhe do e marr edhe ajo në më të vogël, po nuk është kopjim se motra ma sjelldi çantën. Kështu që të lutem merr ti sa të duash çanta, mbushe plot dollapin që të më japësh mua një ditë. Unë e kuptoni që çdo 3 orë ndroj outfit. Çdo 3 orë nxjerr diçka të re nga dollapin. Motra ime është që di me këtë rrobat. Dje në darkë i vesha për herë të parë thash po e vesh sot në Po mëngjes. thuaj që je qelbanike tani nuk i ndroj. Jo, ndrojshte 4 herë në ditë se o prit bëjmë një ril me këto rroba. Je drejt. Kalamani keq. Po unë nuk kam shoqëri që të më nxjerr foto. Asu. Prandaj kur vin ti bëj të gjitha. Jemi gati. Ma, sa u zjove ti? Nuk duket. Je shumë robi keq. Nuk e thash për të keq. E thash për shaka. Vere dhe këte, motra. Vere këte për parfum aty. Vare këshu, të mbash herë të mirë. Motra, to batutat. E ka marrë nga mami, është black humor. Shikoni qiellin, është roz, nuk e di po duket, po është roz. Vajta edhe te makina, mora qesen, që e kishim haruar që parë. Është dhurata që na bëri goca që erdhi na takovi që parë. Do të na tregosh. Po, është shumë cute, paje. Qutsi. Mbase me shumë mundësi di fiksimet që kemi me këto. Po. Edhe ishte një nga dhuratat super të bukura që na kam bërë. Dhe unë e kam të bardh, ti e ke blu, edhe i kemi maçi, tani kemi të njëjtat. Pam donuts në rrugë, edhe nuk mundeshim të mos daloj. Do shkojmë të marrim edhe një donuts. Që mbas 3 çokoladave, ajo që unë kisha nevojë në jetën time ishte edhe një donut me çokoladë. Tip dietik. Lunica,
Morëm kafe, edhe erdhëm te Tezja. Kemi këtu disa petka që na ka dërguar babai që të dielën, edhe nuk e gjejmë. E misra të zjesh nga ka dërguar të ta Ismiani se sot është ditë e sa dhe nga të bollë zjenë ministrës. Bravo, po. Edhe dhamë që erdhëm, edhe kemi edhe kafe në dorë, të pim edhe një kafeçka. Lonica. Karicimu. Copa ime bukur. Lonica mua më fi. Po thjet ata njerëzit atje. U kthevëm. Nuk arritëm as të bëhemi gati për të dalë, që tani do dalë me shoqet e mia. Nuk e kam parë fare. Tani erdhi ora. Nuk do ndrohem, kështu do shkoj se nuk dua të vonojmë tani shumë. Unë thjesht dua të Fillo. të kap pak flokët lart, se i kam të palara. Ti bëj pak me xhel që të mos duket. Të duken sikur janë Të lara. Gjithmonë kur vi në Athinë vjen më merr shoqja ime me makinë. Sot do shkojmë ta marrim ne shoqen time që nuk ka makinë, rastisi me vrumin e motrës. Për 5 minuta ishim gati, Mund të ishin edhe 8. Tani po nejse. Motra, po edhe faleminderit që nuk u vonova më shumë. Do të abandonoja e do ikja. Po. Me qa do shkojmë Me makinën e babit. Kush do ta ngjiste? Babi. Po. Ja kalove motra. Bukur, sot kuptova qa muhabete bëjnë vajzat mbi 30-at. Për fëmijë, për shëndetin, në qa doktor kanë vajtur, qa probleme kanë me shëndetin, me këto gjërat, edhe qa tjetër? Për punën. Për punën. Këto 3 gjëra diskutuam sot. Po pra. Shumë bukur. Muhabetet që bën Eliana me shoqen janë dashuriçka, zemruçka, fluturushka, ku do ikëm udhëtim, çfarë kanë nxjerr Zara të re, çfarë muhabetet tamam. çfarë buskuj që kemi marrë, ndërsa unë me shoqet e mia që mi aty. Më them kjo të mbajon punë, më tha kështu, o zot, më ndon më shumë lekë, o zot, duhet bëjmë fëmijë, o zot, ç'a do bëjmë? Kështu. Fe që do të bësh fëmijë, domethënë ti. Nuk thash atë. Por që thoni te Zara. Muhabetet e motrës time me shoqet e vet. Nuk është e vërtet, për gjëra më filozofike, të cilat ne kemi kohë të diskutojmë, kurse ju nuk keni kohë të diskutoni. Sepse kemi hallur me këtë jetë. Kush është kjo bukuroshe këtu? Mirë je. Bote. Si e deur. Si deur. Qa keni pirë? I ke thënë, qa mbajer una, qa ushimi mbajer? Kulaç. Kulaç. Kulaç, me lek. Ballokume. I bere ti. Ela re fatera tani do më të shmendësh fare. Na çmendë fare. Mami i beri? Kush i beri? E po tani thoni kush i beri? Të dy. Babi e ka mamin e vet, e kishte mamin e vet nga Elbasani, kështu që kemi gjak Elbasani këtu brenda. Verorka nuk bëra, unë fjeta gjumë. Do bëjmë nesër Verorka, mami bashk. Sot dushim bërë dhe nesër në mëngjes të vinit në I bëjmë nesër, ne i bëjmë nesër. Më zgjuat të një qatë. Që është kjo? Pse është një? Që është kjo? Ballokum. Pse ka dalë një? Mos e tall babin që ndejnë ti e bëri vetë. Unë supozoj që janë munduar t'i bëjnë copë, edhe thjesht janë hapur, e E janë bërë... mirë, okej, janë bërë një, tani ti nuk mundesh të marrësh një thikë ta presësh, duhet të tallësh. Mirë është. E mirë është? Është shumë e mirë. I lumshin duart babit e mamit. Shënduar, se të shkrihet në mes, në jashtë është shumë krokante. Krokante. Ka erdhur ora mami të provoj siskat e reja që mori. Mami ka provuar sushi. E mirë, ti provosh te kamerat, shikoj njerëzit. Edhe klapin peplake ma ka dhënë. Nuk është peplake, kjo është stil. Stil është kjo. Është stil boho kjo. Po, boho është. Shikoni re, Jesë, shumë të shkojnë. Nuk i shkojnë shumë. Jo, vërtet ishtë të shkojnë shumë, i pëlqejnë shumë. Edhe i ka marrë jeshile, këtu në anë janë tartaruga. Jeshile është ngjyra e mamit, prandaj i zjodhi dhe sëzet jeshile, sepse është ngjyra e mamit. Nuk e di po e thash edhe një herë tjetër. Ore, e di pse i zjodhi jeshile. Se më duket është edhe ngjyra e mamit kjo, ta dish. A është edhe ngjyra e mamit? Mami, jeshile tani, pse? Ja. Mos është ngjyra ime e preferuar. Se në përgjithësi po ka mundësi të që ta marr jeshile, unë e marr jeshile. Se mbase është ngjyra jote. Edhe kuj more te dyqani i babit të shoqes time, Të Joanës që tani ishim me shoqen time. Kish dalë tani Angela bashkë se normal që do shkojmë në dyqanet e prindërve të shoqeve të vajzave. E Karpadaki. Do mbështesim njëri tjetrin. E Karbadaki. Jam plaku edhe të mirë. Po ku m'plaket ki super ylli, shive sa e bukur është.
Elianës mund t'i veshësh edhe brekushe gjyshe dhe duket bukur. Nuk dukem si mësuese në një shkollë. Nuk dukem si mësuesje e keqe. Jo. Mësuese mirë. Mësuese mirë. Si mësuese kineze. Do më deshit për mësuese në shkollë. Po, të bëjmë tralala trolulu, ose Amir do kalonim në tënde. Tani unë bërem se keqe, nuk Sa dola nga banja, bëra një banjë të shpejt, lava flokët, sepse I bëra çfarë me llak që ka për lart, po kur I mbaj shumë orë kështu, pastaj fillon më dhem koka, dhe thash që të mos shtrihem kështu e pist, ti laj shpejt, sepse nesër kemi edhe punka edhe gjëra të tjera, të cilat nuk do I filmoj unë, se nesër do filmoj motra ime që është diku atje, I duket veç koka më duket. Ora ka vajtur 12:40. Ne nesër themi të zihemi nga ora 8. Gjithë huira I kem bushur aty poshtë. Gjithë huira. Po provoj të ndërkohë disa produkte të reja skincare, të cilat nuk do I tregoj tani. I shikoni në Instagram, më ka dërguar nga Kosova, edhe thash të provoj një herë. Ço po bë? Edhe më duken shumë të mira. Edhe pak lipozan ta mbaroj skincare-in tim për sot. Do fle me flokë të lagura. Këtë e bëj gjithmonë. Edhe të gjithë më thonë, "Oh, jo, nuk duhet ta bësh se do sëmuresh, do të ze qafa." Unë gjithmonë kështu fle, me flokë të lagura. Edhe nuk kam mësuar gjë. Kështu që do vazhdoj ta bëj. Desha t'ju tregoj 2 kremra të reja që bleva, të cilat I pash nga një TikToker tani, sepse edhe unë influencohem nga influencerat të tjera. Edhe thoshte që për puçrat që mund të keni në trup, duhet njerë të përdorni një serum që ka brenda glycolic acid. Unë ka marrë këtë nga The Ordinary, nuk thoshte qa mark duhet të marrësh, thoshte thjesht që duhet të ketë këtë si ingredient brenda. Edhe pastaj thoshte që bën mirë, mbasi ke vënë këtë, të vesh nga lart një krem që ka brenda retinol, që ndihmon edhe me puçrat edhe niacinamid ka kjo, që edhe kjo ndihmon me puçrat edhe shenjat. Edhe pastaj për në fund thoshte që mundeni të përdorni një krem hidratues. Unë gjeta këtë, pash që kishte kritika të mira. Kjo këtu është. Edhe nuk ishte edhe shumë e shtrenjtë, se pash edhe të tjera që ishin super të shtrenjta. Edhe thash, është krem trupi, nuk ka shans të jap unë kaq shumë lek. Edhe mora këto të treja. Skincare për trupin janë këto, për puçrat, sepse kam disa puçra në kuriz, më dalin në shumë vende të trupi dhe I përdor. Nuk jam e sigurt po bëjmë punë, se tani fillova të përdor. Kur të jam e sigurt, do ju them. Diku këtu do ju le, e shifem prapë të shtunën. Hajtë dreqë. S'na lirë ha. Pastaj do ik edhe do qash. Nuk do ik. Do Kush ik. do ik? Ti do ikësh. Unë do ik. E. Do të marrë me vetër. Pastaj do thuash ku e kam Elanën që të më ngacmoj para se të flej gjumë. Po, sigurt atë do. Më dëgjoj, je motra më e mirë në botë. Love you. E di që duke shumë e bukur këtu te kamera. Jo, për jashtë. Shif qa shopun. Dreqin, si për kokës. Ere, lulkat këtu I keni parë juve. Ja mori mami me babi motrës për ditëlindje. Që mbushi 30 vjeç, nuk e di po I kemi thënë. Nuk mbusha 30. Sa mbushe? 23. Si ndihesh? Për 23, super. Po më flet gjumë, po më je pesti. Shumë pesti. Rëmu I gjie drejsh. Qoj mbrapa në kin nga ku ke erdhur. Edhe këtu shohim motrën time në momente të egra. Mirëmëngjes nga shtona. Kemi dalë nga shtëpia, po shkojmë në supermarket, shpresojmë të jetë e hapur. Drejqita, hajtë se kafja ishte mbyllur. Po, sepse motra po ikën sot. Edhe jemi sigurisht që në orën 8. Kemi dalë nga shtëpia 8:40 të pim kafe, të bëjmë shopping, të marrë domethënë motra çokoladë nga supermarketi. Nuk kemi patur fat, sepse është edhe shtunë, edhe nuk hapen herët këto kafe tona të lagjes. Hapen nga ora 9-10. Po nuk gjetëm këtu kafe, me shumë mundësi të shkojmë me makinë të marrim diku tjetër. Apo jo, apo po. U kthem në shtëpi, motra ka filluar me valixhen e vet. So sad. Morëm edhe kafeçkën nga Mikeli. Po të paktën motra ki valixhe. Po. Mendoj të mos kishe? Do ta mirë këtë vazon të mrekullueshme që ke bler. Po ironizon. Jo. Mos po ironizon.
Do të çojmë motrën me Nadian bashk në aeroport, sepse unë tham ngas makinën, po nuk e ngas edhe aq mirë që të shkoj deri në aeroport. Prandaj do e marr Nadia makinën time, do çojmë bashk, të kthehemi e do kthejmë vet, pastaj do bjen depresion se nuk e di ç'a do bëj me jetën time. Edhe super. U ktheva në shtëpi, tani jam vetka, kam motrushkën time, por nuk do qaj do e mbaj veten sepse barabart me shumë mundësi, me trurin që kam unë, nesër në darkë do kem mbyllur bileta për muajin tjetër që të shkoj te motra, kështu që nuk do mërzitem. Edhe tani që u ktheva, po mendoj të vej një fshes të shpejtë te dhoma ime, të bëj edhe pak plurat këtu, sepse çdo herë që lyhemi e bëjmë këtë skrivaninë time pis, është lart me make-up e me gjëra. Të ndroj edhe gjithë çarçafet që kishim kaq ditë me motrën të vetë reja, tani që do jem vetka. Edhe në përgjithësi të bëjmë pak punka në shtëpi, të ndej rroba, këtej andej. To kemi të bëjmë. Kam marrë edhe një pako, po do jo t'rregoj pastaj. Edhe dje shit edhe këto jeansit, cilat janë kështu të grisura. Edhe mua më pëlqejnë shumë. Edhe më rinë edhe shumë bukur. Por kam aq shumë jeanse blu që nuk i vesh, nuk i vjen në radha kur. Edhe thash është gjëna të rinë në dollap, edhe vërtet janë si të reja, nuk është që i kam veshur shumë herë. Le t'i paketoj pastaj t'i çoj edhe këto në box now. Kështu që them të fillojmë që të mbarojnë në një moment. Se tani e kuptoj motrën, kur zjem në mëngjes, në orën 8 që më zjan motra, pastaj në drek, nuk mundesh të rish zjuar. Je kështu, edhe unë jem që tani kështu, që është ora 12, pastaj do jem e vdekur, do duhet të shtrihem pak. Fillojmë. Kjo pakoja brenda është nga Shini. Po e mbani mend të vite fundit që Klejdi kontrollonte jetën time, më kishte bërë të ble disa gjëra nga Shini që i kishte zgjedhur të gjitha ai. Le të shohim ç'a budalli që më kanë erdhur në shtëpi. Më ka erdhur kjo, e cila është një arushka. Po kur e porositëm në sajt, dukeshe gjigante, të tipit dukeshe kaq. Do ju lej një foto këtu që të shikoni fotografin që kishte në Shein, si dukeshe, domethënë edhe si është në realitet. Vazhdoj me budallallakun numër 2. Unë këto ndërkohë si që kam marrë, do i hedh të gjithet, se nuk kam që t'i bëj. Nuk e di, kemi do një fëmijë që mundem t'ia jap, nuk e di si vihet. Nuk dori të merrem vërtet, nuk kam nerva, po kjo vihet të tipit kështu në kokë, edhe lart te koka jote ke këtë kallathi, edhe brenda te kallathi duhet të fusësh këto topa. Gjëra kot pa lidhje. Pastaj kemi edhe këtë budallallakun. Kjo vjet disi kështu në kokë. Tani nuk mbajt se nuk e kam vënë mirë, po e kuptoni. Më mori Klejdi që kur ka shitave në kokë. Super styling do bëj me këtë umbrell. Pastaj kemi çorapkat që më mori, të cilat janë chicken legs. Dhe këto, t'ju them të drejtën, mund edhe t'i përdor, se më duken shumë funny. Më ka marrë tani 2 vesh. Që të dëgjoj më mirë, supozoj. Nuk e di. Të fundit janë këto. Janë duar, qive në gishta. Kjo ishte porosia. Për sot, ju përqafoj. Shpresoj herën tjetër që do bëj ndonjë porosi nga Shini të jetë shumë më e bukur. Tani duhet të bëj porosi tamam me rroba e me gjëra të tjera. Po do mbaj veten akoma, se nuk kam lek. Muajin tjetër. Po dal nga shtëpia, nuk duket asgjë këtu. Prisni. Kam marrë edhe pakon në dorë ta çoj në box now, ndërkohë që po më pret edhe poshtë shoku im, që sa u kthe nga puna, edhe erdhi dhe më martirit që të shkoj për një kafe që ka ditë shumë të bukur, edhe ta gëzoj edhe un pak. Mirëmëngjes, nga dita tjetër. Jam veshur. Shikoni, kam bërë një super outfit për mua. Kam veshur këtë këmishën këtu, të cilën e kam marrë në të përdorat në Itali, 2 ose 3 euro, çka të këtill, edhe është fantastike. Nga poshtë kam veshur këto pantallonkat këtu, të cilat janë të bardha, kështu lirshëm, edhe nga brenda kam veshur roba banjo, sepse sot do shkojmë në plazh, Është behar. Nuk e di po ju mundeni ta kuptoni, po këtu kemi 26 gradë në këtë
këtë moment. Prandaj tham, me që sot është edhe e diel, edhe është edhe shoku im në shtëpi, çoni misterios. Të marrim makinën e të shkojmë një xhiro deri në plazh. Nuk e di se sa do hy unë në plazh, por veç që të rish atje, të shikosh, të shtrosh peshqerin tënd poshtë, të marrësh pak reze. Desha shumë ta bëj, se më ka munguar behari, më ka munguar kohë e mirë, edhe shumë e lumtur jam për sot, për këtë ditë. Kam bërë edhe çantën time gati. Mora këtë që ju kam treguar, është nga Poleni, edhe është nga çantat më të bukura që kam. Është fantastike. Ka këtë materialin që është fiks beharore, edhe ka edhe këto detajet që janë kafe, edhe shkon shumë edhe me outfitin edhe me stilin tim, edhe tuku. Kam marrë peshqerin tim brenda, kam marrë edhe një palë rroba banjo të tjera, t'i kem, edhe nisemi. Gotta be honest, gotta be real, 'cause I can't deny it, the way that you feel. I tried to be Ne, erdhëm në det, por njerë ka pak erë, të them të drejten. Ka edhe diell, ka edhe erë, ka edhe pak ftohtë. Unë sigurt njerë nuk do hy në det. Shoku im po mendon të hy. Unë i them, nuk e di, mund të kapet edhe zemra kur të hysh, por bukur është. Më pëlqen që erdhëm në det. Atë po diskutonim tani, më thoshte shoku im që është absurde që në të njëjtën kohë mundemi të vim në det, edhe javën tjetër mundemi të shkojmë të bëjmë ski. Domethënë para 2 javë ne bënim ski në mal. Edhe tani jemi në det. This is life in Greece. Yes, man. Say hello to your... Hello, vlog. Hello. My beautiful audience. two sides like Chanel. Tell you I love you, but these girls on the side, and I still wanna hold you, but I can't decide, 'cause I'm a Gemini. Edhe përsëri në makinë, tani nuk ka ndriçim të mirë, po s'ka gjë. Morëm pak reze edhe shoku im hyri brenda në det. Shumë i ftohtë në këtë moment uji. Nuk e di si e bëri. Ndenti për 30 sekonda maksimum. Pastaj më thot nuk mund të shetë mirë të frym. Jo aq shumë. Edhe tani që hyrëm përsëri në makinë, duhet të gjejmë diku të shkojmë të hajmë ndonjë gjë, se jemi pa ngrënë të dy, edhe ora ka vajtur, sa ka vajtur 1:30? 3. Qa 3? Po. 3 ka vajtur ora. 3 ka vajtur ora, re. Oho. Jemi në kërkim për taverns. Greek tavern. Gjetëm diku të ulemi, më në fund, edhe jemi dhe në balkon, kemi nga ana tjetër edhe pamje portin, kështu që të gjitha vajten okay. Tani po presim thjesht porosisem me të hajmë, se unë nuk kam ngrënë asgjë, ora ka vajtur 4, edhe unë po vdes për bukë, po vdes. Do na thuash ndonjë këngë të kaloj orat, se po presim 3 orë të vi ai që të bëjmë porosin, edhe nuk po vjen, se është plot me njerëz, edhe mua po më hajte, do të qaj tani. Do të këndoj unë që mos të qash tani. Pëlqevi shumë kjo kënga, si quhet? Se emër të bukur që ka. Te këngën e kishte shkruar një shoku im i ngushtë, që është në India. Emrin e ka Clyde, biemrin Dodai, edhe kam shumë shok të ngushtë, edhe është një nga këngët e mia e preferuara. Faleminderit Clyde. Sad. Nuk e mbylla kur këtë vlogun, edhe dua t'ju them që sot është dita e dytë që po editoj këtë vlogun. Sepse ditën e parë, nuk e di pse, ky programi që bëj editim kishte disa probleme, nuk e importova kur videon, nuk arrita. U fshi, edhe sot e bëra pranë nga fillimi. So nice, so bukur. Kështu që e di përmendash çka kam thënë në këtë video, edhe duhet t'ju them që është shumë vonë, unë nesër duhet të zgjohem të shkoj në universitet, që kam mësim. Kështu që them diku këtu t'ju le, edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu. Të bëni një like, një subscribe, një koment, të më ndihmoni, edhe shihemi të video radhës. E shikoni situatën, Para disa ditëve i bëra këto thonjkat, që i shikoni kështu, gjyna.